Stevskit, do të kemi këtë rivëri me duar i përket skuadrës Tiranës. Ndërkohë që ka edhe një lojtar të shtrirë fushën lojën Zen Gjabra Ndikumana. E tensionuar sfida këto çaste, shohim do të kemi edhe një karton dhe është i kuq për Sulejmanin Ndikumanën me 10 lojtarë Tirana pa besueshme. Kartoni verdh për Teqjan dhe kartoni kuq për Sulejmanin Ndikumanën. Ky është vendimi i gjyqtarit Bardhyl Pashaj. Me 10 lojtarë Tirana, sa duket sa erdhën të luajnë Laçi ka të pamundur që ta mbyll me 11 lojtarë ndeshje. Ky është momenti. Shkon dueli. Teqja Ndikumana është një goditje që gjyqtari Pashaj. Nga ana mbrojtësit të Laçit më pas shikoni reagimin e tij. Afrohet në gjyqtari Bardhyl Pashaj me 10 lojtarë tashmë skuadra Tiranës. Nuk e di ai tension që fonë finale, shfaqet këto momente dhe Tirana mbetet me 10 lojtarë. Kush që ekip do të mbajë nervat. Ndikumana ishte i provokuar, madje edhe i goditur, por një lojtar që do të ishte treguar më qetë një profesionist, do ta di vlerën e panellës që ka veshur, sidomos të Tiranës, do të ishte treguar më kujdes në ato momente. E rishoni edhe ky është momenti pa me jam qarta. Kjo është fillimisht goditja që merret Sulejmani Ndikumana pas teksa rrëzohet në fush. Hip dhe këtë reagim, ndoshta këtu mund ta kishte evituar, dhe më pas mund të ishte kundërshtari që do të ndeshkojë. Mund ta kishte evituar ndoshta dhe gjyqtari Pashaj është nxituar, mund ta kalonte me 2 kartona të verdh të 2 lojtarët. Gjithsesi Temi në minutën e fundit kohës rregull për sa përket pjesës së parë. 2 minuta ndërhyrje e mbrojtësit Teqja, pikërisht ndaj Gjergj Muzakës dhe rrezikon disi Teqja sepse e ka një karton verdh teksa ka probleme për Gjergj Muzakën. Sokol do të jenë 2 minuta të shtesë. Do të kemi edhe 2 minuta tjera në përfundim të kohës rregull për sa përket pjesës së parë, por ka protesta tash për shoh Elvis Lastoli bardhë bluve për sa përket ndoshta asaj ndërhyrje të mbrojtësit Teqja kërkonin një karton të dytë të verdh, mos gaboj. To vetëdijshëm për faktin që e ka një karton të verdh Teqja, kërkojnë pra dhe të dytë për të barazuar forcat fush. Topi lë sërish tek Qela, vjen i lart kursimi i tij. Rrezikshëm, në shtrirjen e goditjes drejt portës Edvan Bakajt. Pasur një devim. Pasur devim sa duket. Nuk ka provon diçka të tillë Edvan Bakaj. Por ta riçojmë një lidhje ky është momenti. Do nisë për kursim, është kthyer një goditje të rrezikshme drejt portës Tiranës. Si mund provoj që ndërë përpara skuadra e Laçit, një goditje ka këndi ku pratovët është Beliaj. Kursimi i tij për ta zonën, stopi Rëmuqë!
Pas 2 sezone sërish në finalin e Kupës Shqipërisë. Loja në një nivel fundore nga këmbët e Miroslav Vujadinović. Nuk e dini cilat janë reagimet e Maganit në këto minutat fundit të kësaj sfide. Ka qenë për gjatë gjithë 90 minutave shumë i qetë, duhet thënë, më saktë 85 minuta shumë i qetë Magani, gjithnjë impulsiv, ndërkohë Cungu pasi vion ta ndjen ndoshta një lloj rreziku edhe pse skuadra e tij është në avantazh. Merë go Miroslav Vujadinović, lidhur kucën e tij, sigurisht për fituar sekonda kohë të vlefshme sa përket Laçit në administrimin e këtij avantazhi 1-0 që del në çast e çon në finale. Shpëtot Rinis Loja. Dhe Vujadinović është kthyer tjetër titullari i portës Laçit. Pasi në 2 ndeshje të fundit ka qenë pikërisht Moçka. Madje në sfidën e parë gjysmëfinalit të Kupës së Shqipërisë, pikërisht kundër Tiranës si Marstapa ka qenë Moçka, ai që ka luajtur në minutat e parë. I ky topi Bulkut. Drejt zonës ka dalë Vujadinović, më pas se shoqëron topin jashtë pjesës fundore. Rivoni me këmbë tashmë për skuadrën e Laçit, mund ta marrë sërish me qetësi Miroslav Vujadinović. Fitimi 1-0, vendimtare i goli James në minutën e 62. Teksa shikoni këtu për një tjetër vonesë loje, ndëshkohet me kartonin e verdh Miroslav Vujadinović, nuk e fal më gjyqtari. Janë momente që edhe kur nxjerr kartonin e verdh përsëri vonohet loja. Nuk i shërben as kujt, por vetëm ekipit Laçit që të marrë këtë finale. Kërkojnë të fillojnë sekonda kohë sa më shumë të mundur lojtarët e skuadrës së Laçit, teksa luhet në këto momente minuta fundit.